Po të dashur miq, sot është dita e dytë e festës së pranverës të vitit 2026, pikërisht në vitin e ri kinez të Kalit, apo jo Artan? Po. Sot unë e Artani ne kemi ardhur në një studio shumë moderne, me ambient shumë të bukur, festival me sfond shumë të Kalit. Edhe sigurisht ne kemi përgatitur një emision me plot pasion edhe entuziazëm të qytetarëve kinez në krahina të ndryshme mbi konsumin e festës, apo jo Artan? Po, konsumohet shumë gjatë festës dhe le ta nisim me lulet që sigurisht janë simboli i festës, shënojnë gjallëri dhe në Pekin lulet për festën e pranverës, për vitin e ri sigurisht janë të larmishme, po një prej tyre, një varietet i quajtur doulan, ka tërhequr mjaft vëmendje pasi i ka petalet si xhepa, çka simbolizon garanci, siguri pra, dhe njerëzit vendosin kartolina urimi në këto lule me kuptime festive si xhepa të mbushur me fat dhe shëndet, sigurisht edhe me para. Emri kësaj lule, pra doulan, siç e di më mirë se unë Zamir, në kinezisht i ngjan shqiptimit të shprehjes doulai, pra vjen gjithçka, prandaj njerëzit i vendosin lulet në formën e kalit për të shprehur urimin mashang doulai, pra me njerë vjen në gjithçka. Po, një tjetër lloj i përqyerë luleje quhet matilien. Në kinezisht është një lloj lule lotus në formën e këmbës së kalit. Po. Për të kremtuar festën e pranverës të këtij viti të Kalit në provincën Yunnan të Kinës jugperëndimore, baza më e madhe e mbjelljes së këtij varieteti luleje është shtuar posaçërisht të vëllimi i prodhimit, sigurisht edhe pasuria e ngjyrave. Artan, të dhënat e shitjes tregojnë që ngjyra e zezë është preferuar jashtëzakonisht nga vlerësit, sepse njerëzit besojnë që ata kanë shpresë që të bëhen si kali i zi. Kali i zi. Në kinezisht do thot suksesi i befasishëm. Po, të kalojmë tash nga Yunani në Shangaj, ku shumë qendra tregtare kanë organizuar aktivitete kulturore, artistike, sigurisht me temën e vitit të Kalit, dhe në një nga këto qendrat financiare, në Lu Jiazui El Plus Mall, është vendosur një karusel kuajsh gjigant dhe çdo kush që konsumon pastaj 66 yuan aty mund të marrë 2 bileta pra falas. Në një qendër tjetër tregtare në Huijin, me mbështetje nga Muzeu i famshëm i Dunhuangut, është krijuar një panoram tematike në formën e kalit me krah. Po, edhe në një rrugë tjetër tregtare Nanking perëndimor, po në Shangaj, sigurisht edhe në zona të tjera tregtare, është qellur ekspozita artistike me vepra klasike të piktorit shumë të famshëm Xu Beihong, ku vepra klasike integrohet me teknologjinë vizuale. Modern, po. Po, marka tregtare kanë nxjerrë marra të reja posaçërisht për vitin e Kalit, si loja Kali i zjarrt, edhe ora me temën e karrocës së kuajve në zonën shumë të famshme Waitan ose The Bund në anglisht, edhe në zona të tjera tregtare njerëzit mund të marrin pjesë në aktivitete të pasura si koleksionimi i sistemave të kuajve, i çantave të kuqe, e të tjerë. Sigurisht ata marrin pjesë për fatin mirë, për një pasuri më të madhe. Po. Nga Shangajt kalojmë një tjetër qytet të famshëm në Xi'an, ku tregu i festës së pranverës pra është mbushur me madhrat tradicionale, sigurisht me elementet të kuajve, kukullat në formën e kalit, zarfat e kuq po me imazhin e kuajve dhe sendet e vogla me shenjën e zodiakut kinez të kalit janë më të pëlqyera sigurisht nga blerësit, nga qytetarët. Po, në qendrën e marrave të vogla Shibei ofrohen qindra marra me këtë temë si zarfi kuq, poni i vogël, edhe stoli matëng. Matëng është stoli në formën e kalit. Është një stol tradicional kinez. Në këto marra tradicionale janë shënuar edhe shprehje facielse kineze, në gjuhën kineze si ma dao chenggung, është sukses i shpejt. Ose ma shang fa cai, bashurimi i shpejt. Shpejt i menjëhershëm, po. Po, të cilat vlerësohen gjërësisht nga qytetarët. Sigurisht, kur të ndodh pasurë shpejt, po
tash përveç Kinës, edhe në qytetet në Evropë, në qytetet evropiane si në Rom, Paris, e madje edhe në Tiranë, pra njerëzit kanë filluar ta kremtojnë këtë festë kineze tashmë prej disa vjetesh. Ajo është bërë edhe si një modë ndër qytetarët pra e këtyre qyteteve. Njerëzit aty hanë ushqime kineze, vishen me kostume tradicionale kineze dhe madje edhe dërgojnë urime të tilla siç e përmendë Zamir në gjuhën kineze. Të dashur miq, konsumi i vitit të kalit po vazhdon. Besojmë që këto marra me elemente të kalit nxisin jo vetëm rritjen e shitjeve, por edhe lidhjes së traditës me moderne. Kjo është një urë e rëndësishme mes kulturës së konsumit, plot me atmosferën e festës së pranverës.